Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Ka njerëz që vinë në këtë botë jo si qenie të zakonshme. Ka gra që nuk ecin mbi tokë si të tjerat, por shkelin mbi një shteg të shenjtë, të cilin vetë pastërtia e krijoi. Mes këtyre shpirtrave të rrallë, që Zoti i sjell për të treguar se çfarë është virtyti, butësia dhe madhështia e vërtet, qëndron e vetme, e pakërhasueshme dhe e pa arritshme, Fatimatu Zahra alayha salam, e cila ishte bija e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajo nuk ishte thjesht një grua, por në të qëndronte mishërimi i ndjerit, i besimit, i moralit hynor dhe i së vërtetës që kurse si nuk shuhet. E pra, kjo është Fatimeja. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në emisionin e ditës së sotme të trokitjes shpirtërore, të ju ftoj të ndiqni së bashku surat e përzgjedhura për programin e sotëm, të cilat do të jenë Bejina dhe Sureja Kauthar. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej hidhtarëve të librit dhe idhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre, derisa të vinte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra Kur'anin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që u ishte dhënë libri, u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që në urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej hidhtarëve të librit dhe idhujtarëve, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira. Pikërisht, ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është Zoti i tyre, kopshtet e atnit, në për të cilat rrjedhin lumejnë e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që kanë frikë Zotin e vet. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, ne të kemi dhënë ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam shumë të mira. Andaj, falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Sigurisht, ai që të urren ty vetë është fatprer. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në këtë ditë jemi, sipas kalendarit hënor, shënon pra ditëlindjen e vajzës së profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu Zahra alayha salam. Në historinë e njerëzimit, ka figura që nuk maten me vitet që kanë jetuar, por me dritën që ato kanë lënë pas. Ka gra që nuk përmenden vetëm për shkak të lidhjes së tyre familjare, por sepse shpirti i tyre e ka tejkaluar kufirin e tokës, dhe tashmë është ngjitur në nivelin e qiellit. Në krye të këtyre figurave qëndron Fatimatu Zahra alayha salam, e bija e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.
e cila u bë simboli më i pastër i nderit, besimit dhe pastërtisë. Ajo lindi në një periudhë kur errësira shpirtërore kishte mbuluar Arabinë, kur zemrat ishin të forta si shkëmbi dhe mendjet të mbyllura si shkret të tjera, pa një oazë afër. Por ardha e saj ishte si një agim i butë mbi një natë të gjatë, që në momentin e parë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kuptoi se krijesa që ai mbante në dorë nuk ishte një fëmijë zakonshëm, por ishte një dritë hyjnore e cila do të shndronte jetën e tij dhe jetën e ummetit islam. Ai e mbështolli me dashuri, e rriti me moral dhe e mbushi me mirësinë e shpalljes hyjnore. Që nga fëmijëria e saj, shtëpia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shkolla ku ajo mësoi çdo gjë gjatë jetës. Ajo pa në kohën që po rritej, pa se si mundohej babai i saj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të përhapur fjalën e Allahut, pa qëndresën e tij, lotët, nderin dhe përkushtimin e tij ndaj misionit hyjnor. Dhe këto pamje nuk e trishtuan Fatimen, por e bën atë edhe më të fortë, më të qetë dhe më të ndërgjegjshme për rolin e saj në këtë botë. Fatimeja nuk u rrit si një vajzë e thjeshtë, por ajo u rrit si dritë mbi dritën, e bekuar me butësi, e zgjuar dhe e devotshme në mënyrë më të jashtëzakonshme. Në shpirtin e saj u derdh pastërtia e shpalljes, dhe në moralin e saj u mishërua madhështia e profetësisë. Emri i saj, Fatimatu Zahra alayha salam, është i lidhur me nderin, sepse ajo jetoi çdo ditë duke e ngritur veten mbi nevojat e dynjas. Emri i saj është i lidhur me besimin, sepse ajo nuk u lëkund as edhe një moment nga fjala e Allahut, as kur padrejtësia e rrethoi dhe as kur bota u përmbys kundër ehlibetit të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Emri i saj është i lidhur me dritën, sepse ajo ishte nën e prisëve të xhenetit, bashkëshorte e Imam Aliut dhe boshti rreth të cilit rrotullohet morali i pastër islam. Prandaj, të flasësh për këtë figurë të madhe, të flasësh për Fatimatu Zahra alayha salam, nuk është thjesht e lehtë si një histori për të treguar, por është të prekësh kufirin e dritës, atë çfarë solli ajo, të qëndrosh para një personaliteti që të i kalon kohën, të mësosh me butësinë e butësisë së saj, që nuk njeh kurse si urrejtje, dhe të ecësh dhe të jetosh në këtë jetë duke mësuar nga sakrifica që nuk kërkon shpërblim ashtu siç bëri ajo. Prandaj Fatimeja, të nderuar dëgjues dhe shikues, ishte gruaja që mishëron nderin dhe besimin si në këtë botë edhe në botën tjetër. Siç e tham, ajo është gruaja që mishëronte këto dy cilësi të larta, gruaja që ishte e gatshme të sakrifikojë gjithçka për të vërtetën, gruaja që e ktheu shtëpinë e saj një qendër drite dhe shpirtin e saj një thesar virtyti. Historia e Fatimatus Zahra alayha salam është si aroma e një luleje që kurse si nuk vyshket. Një aromë që mban freski edhe pas një 14 shekujsh më parë. Ajo është zemra e profetit dhe zemra e besimit. Dhe për këtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më thot, Fatimeja është pjesë e imja. Kush e ka zemëruar atë, më ka zemëruar mua. Prandaj, ky deklarim nuk është thjesht një fjali e zakonshme, por një shpallje e statusit të saj të lartë. Çdo faqe e jetës së Fatimatus Zahra alayha salam përmban një dritari të veçantë, ku shfaqen virtytet më të larta të nderit, besimit dhe pastërtisë së saj. Prandaj, për të kuptuar plotësisht figurën e Fatimatus Zahra alayha salam, duhet të shohim secilin prej këtyre dimensioneve në mënyrë të veçantë, duke i analizuar ato me vëmendje, dhe duke marrë shembull dhe duke mësuar nga vetë jeta e kësaj figure të lartë që ishte Fatimatus Zahra alayha salam. Pikërisht për këtë arsye, për temën e ditës së sotme, do të paraqes disa prej shtyllave kryesore që ndriçojnë personalitetin e saj të jashtëzakonshëm. Le të nisim me të parën. Fatimeja ishte gruaja që mishëron nderin dhe besimin.
Çfarë nuk kupton tropik? Në të shohim kulmin e virtytit të gruas muslimane. Shohim besimin e palëkundur, nderin e papërlyer, devotshmërinë e thellë në Allahun xhaleshanhu, guximin e qetë dhe mençurinë të madhe hynore. Ajo është shembulli që nuk plaket dhe modeli që kursesi nuk zëvendësohet. Fatimia është shkolla ku vajzat mësojnë nderin, mësojnë durimin, nënat mësojnë butësinë, gratë mësojnë se si të qëndrojnë pranë bashkëshortëve të tyre dhe njerëzit mësojnë se si është përulësia për Allahu xhaleshanhu. Ajo nuk ishte vetëm e bija e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo ishte pasqyrimi më i pastër i shpirtit të tij. Ajo nuk ishte vetëm nën, por nën e dy prizve të xhenetit. Ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit. Ajo nuk ishte vetëm bashkëshorte, por ishte mbështetja e Imam Aliut në kohët më të vështira të asaj kohe. Dhe ishte shtylla e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Ajo është drita që nuk shuhet as në tokë, e kursesi nuk do të shuhet në qiell. Prandaj, kur flasim për Fatimatu Zahra alayhis salam, nuk flasim për një figurë historike. Flasim për realitet shpirtëror, një dritë që lëviz mes nesh, një edukatore të zemrave, një shembull të përjetshëm të asaj që do të thotë nder, besim dhe madhështi. Pika e dytë. Fatimeja ishte shkëlqimi i dritës që zbret nga qielli. E bija e profetit u rrit në një shtëpi ku qielli zbriste shpesh, ku shpallën zbriste si shi mëshire, ku morali ngrihej në shkallën më të lartë të njerëzimit. Ajo pa vuajtje të atit, pa drejtësinë, në rezistencën, betejë dhe qëndroi pranë tij si një mal i palëkundur dhe siç e thamë më parë, profeti gjente tek Fatimeja paqen pas lodhjes në një ditë të vështirë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Pash se sa shumë mundohej profeti Muhammed në thirrjen e tij, por nuk shihja njeri që t'i fshinte lotën dhe t'i largonte shqetësimet e tij si Fatimeja." Që në moshë të vogël, ajo ishte strehe profetit, ishte vendi ku ai gjente paqe pas lodhjes së ditës së lodhshme. Kur politeistët e Mekës e hidhin fjalë të këqija ose hidhin pluhur mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vajza e tij e vogël vraponte dhe me duart e saj të buta ja pastronte flokët profetit nga pluhuri. Dhe profeti ngrinte kokën, ja pufte dorën dhe thoshte: "Ti je nëna e babait tënd." Ky titull që askush në botë nuk e ka pasur dhe veç se Fatimeja e mbarte këtë si cilësi. Fatimeja, të nderuar dëgjues dhe shikues, ishte modeli i pastërtisë hynore. Së bashku me Imam Aliun, Hasanin dhe Husejnin, ajo u përfshihen në Ahlul Qisa, që ishin njerëzit në mantelin e pastërtisë. Profeti i mbështolli të gjithë këto, pra të pesë, profeti, Fatimeja, Aliu, Hasani dhe Husejni, u mbështollën në mantelin e pastërtisë dhe zbret ajeti dhe thot profeti Muhammed e citon ajetin dhe thot: "O Zot, këta janë ehli bejti im, pastroj ata me një pastrim të plotë." Dhe ky ajet është akt profetik. Nuk ishte vetëm për t'i bërë nder pjesëtarëve të familjes, por ishte pikërisht për të shpallur se Fatimeja është boshti i pastërtisë së ehli bejtit dhe shpirti i shtëpisë së profetësisë. Kur Fatimeja hynte në dhomë, drita e saj e rrësonte dritën e yjeve. Kjo dritë këtu, që përmendet në këtë hadith, nuk flitet për një dritë fizike, por për një dritë shpirtërore, dritë e diturisë, e devotshmërisë dhe e moralit të lartë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, Fatimeja ishte nderi i gruas muslimane. Ajo mishëroi çdo cilësi të besimit të lartë, në turpin, modestin, mençurinë dhe dinjitetin. Ajo ishte gruaja që foli pak dhe veproi shumë. Çdo hap i saj ishte ibadet, çdo buzëqeshje ishte mëshirë, çdo lutje e saj ishte dritë mbi botën. Dhe kur u martua me Imam Aliun, jeta e saj ishte thjeshtësi, sakrificë dhe punë e palodhur. Në një nga ditët më të vështira, Imam Aliu e gjeti atë duke bluar elb me dorë dhe duke i rënë gjuri nga lodhja. Ai e pyeti: "Pse nuk kërkon nga babai një shërbyese?" Dhe Fatimeja i përgjigj:
unë turpërohem të kërkoj babait tim diçka materiale, kur ai është i ngarkuar me misionin e të gjithë umetit. Kjo është Fatimeja. Kjo është figura e kësaj femre, e kësaj gruaje të lartë e cila brengën e vet e vënte brenda shpirtit dhe nuk lejonte që negativiteti të shpërndahej jashtë, pra e duronte sepse e dinte që kjo rrugë është rruga e Allahut xhaleshanhu. Në vend të shërbyeses, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori vesh këtë ndodhi, i mësoi tasbihu Zahra, të cilat është tasbihati i Zahras, që do të thotë 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Dhe kjo u bë dhurata më e ndritshme për umetin në atë kohë, por jo vetëm, edhe për ditën e sotme. Fatimeja, të nderuar dëgjues dhe shikues, ishte zëri i së vërtetës. Ajo nuk qëndroi e heshtur kur padrejtësia u ngrit mbi jetën politike të kohës. Ajo mbajti hutben e saj të famshme në xhamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e njohur si Hutbatul Fadak, pra hutbja e Fedekut, një fjalim që tronditi Medinën dhe që mbetet monument i guximit deri në ditët e sotme. Me një elokuencë që pasqyronte diturinë e profetit, ajo përshkroi të drejtat, padrejtësitë dhe parimet e drejtësisë islame. Në Biharul Anwar transmetohet se një burr ka thënë se nuk kam dëgjuar askënd më elokuent se Fatimeja pas babait të saj. Ajo fliste si një grua që mbante barrën e shpalljes në zemrën e saj. Kjo ishte Fatimeja. Kjo ishte ajo e cila njihet si gruaja që mishëronte nderin dhe besimin në zemrën, në jetën dhe në çdo hap që hidhte për aq kohë sa jetoi në këtë botë. Le të flasim pak në përmbyllje të temës për ditën e sotme, për dashurinë e profetit për vajzën e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e trajtonte Fatimen si një bijë të zakonshme. Dashuria e tij për të ishte një dashuri hynore, sepse dhe Zoti e deshi Fatimen. Sa herë hynte ajo në dhomë, profeti ngrihej në këmbë, ai e puthte në ballë dhe ulte atë pranë tij ose në vendin e tij. Dhe për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na transmeton në një hadith teksa thotë: Allahu zemërohet kur zemërohet Fatimeja dhe kënaqet kur kënaqet ajo. Ky nderim i jashtëzakonshëm të dashur vëllezër dhe motra, që profeti i bënte së bijës së tij, nuk ishte një gest i zakonshëm, por një dëshmi e vlerës së saj të rrallë që kishte në shpirt. Fatimeja ishte simboli pastërtisë, devotshmërisë dhe moralit të lartë të përsosur. Ajo ishte njeriu që përfaqësonte në mënyrë të plotë mesazhin e Islamit, në formën më të bukur, më të butë dhe më të thellë njerëzore. Respekti i profetit ndaj saj shprehte faktin se ajo mbante në zemër dritën e shpalljes dhe amanetin e familjes së tij. Kur ai ngrihej për të, ai në të vërtetë nderonte vlerat që ajo mishëronte: besimin, sakrificën, mirësinë dhe qëndrueshmërinë e saj në të vërtetën. Marrëdhënia e tyre ishte pasqyrimi i harmonisë së shpirtit të pastër, ku babai profet dhe bija e paposhtur ndanin të njëjtin fat dhe mision të ruanin dritën e fesë dhe të edukonin botën me shembull më të lartë. Përmes Fatimes, profeti dëshironte t'i mësonte ummetit se nderi i gruas, vlera e karakterit dhe dija e shpirtit janë shtyllat e një shoqërie të drejtë dhe të ndriçuar. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në dritën dhe mbrojtjen e Allahut xhaleshanhu, qofshim gjithmonë në rrugën e profetit Muhammed. Qofshim gjithmonë në rrugën e Fatimatul Zahra alayhis salam, e cila ishte rruga e profetit, rruga e Allahut. Qofshim në rrugën e Ahlul Bejtit, të palëkundur, sepse rruga e tyre është shpëtimi ynë në këtë botë dhe shpërblimi ynë në botën tjetër. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndesim me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.